Horoskopi ditor e Mërkur, 25 shkurt 2026. Dashi, disa projekte të lindura javëve të fundit duhen çuar përpara dhe parashikohet që të sjellin kënaqësi të shumta. Mërkuri do të ketë ndikim të favorshëm në shenjën tuaj dhe nëse ka propozime të cilat duhet i bëni, është momenti i duhur për t'i çuar përpara. Demi. Ju kanë zili dhe ju kritikojnë në të njëjtën kohë. Bëni kujdes që të tregoheni të matur, pasi një shpërthimi juaj mund t'ju kushtoj shtrenjtë. Në vendin e punës, ka ardhur koha të përvishni mëngët. Binjakët. Kjo javë do t'jetë mbushur me lajme pozitive, ndonse jeni përballur me momente të vështira, gjithsesi keni rezistuar. Duhet reflektoni gjatë gjithë ditës lidhur me disa situata të vështira me të cilat po përballeni. Dashuria do të shkojë drejt përmirësimit vetëm në ditët në vijim. Gaforia, java ka nisur me ritme frenetike me të cilat me gjasa nuk ishit mësuar dhe për këtë arsye do të ndiheni të brisht. Hëna do t'ju udhëj shenjën tuaj, kështu që humori do të ketë luhatje, por edhe gjendja fizike nuk paraqitet e mirë. Luani, dielli dhe Mërkuri do të kenë ndikim pozitiv në shenjën tuaj, kështu që nëse ka diçka që dëshironi, do të jetë e lehtë që ta arrini. Nëse jeni në konkurrencë të vazhdueshme, nuk do të jetë e lehtë që të bini në sy. Në punë do të ketë zhvillime interesante, ndonse mund ta keni humbur durimin. Virgjëresha, kjo periudhë nuk ofron shumë zgjidhje, do të ndiheni konfuz veçanërisht në vendin e punës. Zhvillime pozitive do të ketë vetëm në ditët në vijim. Saturni ju buzëqesh, mirë po situata ekonomike nuk paraqitet shumë e mirë, ndërkohë në dashuri duhet të jeni më të përkushtuar. Peshorja, duhet të tregoni kujdes ndaj tensioneve të akumuluara prej kohësh. Parashikohet një propozim mjaft i favorshëm në punë, ndonse nuk do të jeni në humorin e duhur, po ashtu do të përballeni me mundësi për të mbyllur një çështje me leverdi. Situata financiare do të jetë e shkëlqyer dhe për këtë arsye janë të favorizuara dhe investimet e vogla. Akrepi, e keqja e të lindurve të kësaj shenje është se janë të dashuruar, por nuk janë të kundërpërgjigjur. Po ashtu do të jeni pasionant, por me Venusin kundër situata do të jetë e vështirë. Për të sqaruar disa raporte që po përjetoni, do t'ju duhet të prisni. Shigjetari, parashikohet një përmirësim i ndjeshëm i cili mund të sjellë fitore. Këshillohet që të shmangni dekurajimet pasi mund të asni në momentet forta tensioni. Do të mbartni me vete situatat vështira që shprej muajit të fundit, të cilat i keni vështirë t'i menaxhoni. Megjithatë, bëni mirë të injoroni çdo që nuk i njeh meritat tuaja. Bricjapi, fjala kyçe e kësaj dite është që të rinisni edhe nga zero nëse do të duhet. Do të jetë një ditë e favorshme për të gjetur bashkëpunimet e duhura si në dashuri dhe në punë. Në sferën profesionale mund të ketë diçka të bukur ashtu si edhe në atë sentimentale. Ujori, parashikohet një martë e mbushur me negociata dhe diskutime, ku do t'ju duhet që të mendoni më shumë për interesat që keni. Urani do të ketë ndikim negativ duke bërë që të keni pasiguri. Dashuria do të përballet me disa pengesa. Peshqit, zakonisht bëni çdo gjë vetëm përfshirë edhe zgjidhjen e problemeve, por tashmë do të nisni të ndjeni peshën mbi supe. Bëni kujdes në raportin në çift, sidomos me ata të shenjës Luanit dhe Akrepit. Keni nevojë për pak ngrohtësi, pasi nëse do të ndiheni pozitiv, do të arrini të kapërceni disa kriza të mbartura në kohë.